Muzika e bukur ulqinake është zëri i shpirtit të detit dhe i rrugicave të vjetra të qytetit, ajo bart kujtime, dashuri dhe mall duke prekur zemrat e të gjithëve. Veterani i muzikës ulqinake, fizarmonisti Janus Muharremi, një emër që prej dekadash shoqëron kujtesën muzikore të këtij qyteti bregdetar, ku kënga dhe melodia kanë qenë gjithmonë pjesë e jetës së përditshme. Në këtë intervistë biseduam për rrugtimin e tij artistik, për fillimet e hershme me stingujve të fizarmonikës dhe për dashurinë që e lidhi përgjithmonë me këngën ulqinake. Përmes rrëfimeve të tij u kthyen në vëmendje kohët kur muzika trashëgohej nga brezi në brez, kur kënga këndohej me shpirt dhe melodia ishte gjuhë e përbashkët e gëzimit, mallit dhe dashurisë. Muzika ulqinake është më shumë se art, ajo është kulturë, identitet dhe kujtesë, ajo bart aromën e detit, ritmin e jetës së qytetit dhe ndjeshmërinë e njerëzve të tij. Në këtë bisedë u prek edhe pyetja e rëndësishme se sapo ruhet sot kjo trashëgimi e çmuar dhe sapo arrin të mbijetojë në kohrat moderne mes ndryshimeve dhe sfidave të reja. Zëri i fizarmonikës së Janus Muharremit tingëllon si një kujtesë e gjallë, një thirrje për të mos harruar rrënjët tona dhe për të mbajtur gjallë këngën ulqinake, si pasuri shpirtërore dhe kulturore e këtij qyteti. Unë dua të ndalem pak edhe tek fillimet e juaja. Ju keni fillu si një djalë i ri të merreni me muzikë, me fizarmonikën, që keni vazhduar edhe më tej. Na tregoni si ishin fillimet e juaja? Pa, shkurtimisht, më thani ishtë një periudhë gjatë që thot që kam fillu muzika, dikejt unë e kam jubilej në tesh 45 vetë muzikë aktive, thot ti jem prezent në skenë, si në gëzime familjare, ashtu në festivale, koncerte, shoqata kulturartistike të nëshme, ashtu që ishtë një periudhë gjatë shumë, një eksperiencë madhe, deri sa tesh në këtë kohë, njeri u fillen i përsos paksa, i finalizem edhe i përsos kvalitetin mi ngrit paksa një nivelin ma profesional që është gjatë karierës tem. Na funksionom si ta njetën kam funksionu me bende edhe me orkestra, grupe muzikor live, me vegla tradicionale, instrumenta tradicional. Grupi funksionon shumë mirë, si mjetë kena pas një vjetë sukseshëm shumë, kena fillu pi 18 gusht aktivitetet tona me muzikë, ashtu që kena pas një turnej pa ndal, filla prej Prishtinës, koncert Prishtinë, koncert në Sarajev, Pllaf, në Tashpeja, na përfundon dikejt për këtë vit dikejt me 3 januar, aja përfundon aktivitetet e këtij vit, ashtu që kena fesën edhe në Sloveni me shku, gjatë krejt këtij vit kena pas shumë aktivitetet mëdhenj edhe përkrahje, si thot, edhe institucionale, na sot për sot shkome edhe me këtë koncertin që kena sot edhe turneja që ka qenë ma heret, shumicat i ka organizu drejtori i qendrës për rujtjeve e rekultivimin kulturës ty në popojë Pakic, Gzime Dinaga, ashtu që kena pas shumë aktivitete edhe mund të them një sezon e mbarshëm. Dua të ndalem përsëri tek ato kohrat e arta, mund të them të juaja, fillimi juaj, çfarë i mungon ulqinit nga ajo kohë që mund të na bëni një krahasim në kohën e sotme? Unë mendoj se sot është muzika jonë tradicionale ulqinake ishte e mbrojtur edhe e ruajtur nga edhe kolektimi brez mas brezit. Unë e kam trashëguar pi nanës time, pi babait tem, pi shokëve, shoqnisë dhe kolegëve mi. Edhe mendoj se edhe trit i sotshëm duhen të punojnë në drejtim që të marrin shemujt, po thomi, i gjeneratave ma përpara, që të erojnë traditën, muzikën, zakonet tradicionale, kanë këtona, se i kena kanë shumë bukra, kanë lirike, kanë dashnije, kanë të kena një mund të thëmë një pasurit madhe me kanë.
Ulqini Shkodra është një pjesë, një trup, edhe mendoj se ndoshta ka deficit Ulqini me instrumentalista dhe me kantar sat, por i sugjeroj që ta viten shoqatave, ta viten orkestrave, si të mes diçka, të vazhdojnë traditën tonë, si da mahire si kena pas trashikim për të parve tonë, për kolegëve tonë, për kantarve tonë, që të vazhdojnë vetëm ashtu mundet të ruhet dhe të mbrohet aja tradita jonë. Por unë mund të them edhe i gjatë tjetër se që jam aktiv me muzikë, e shaf se ka një interesim, di kur shkaj në mramje, në festa, këta gëzime familjare, ose e shaf se rinia i kultivon edhe i da kanë tona. Edhe mendoj se nuk do tjetë problem, pa thomi që të ruhet, por apeloj që sa ma te për të tjenë aktiv në mbrojtjen i këngëve edhe traditës zakoneve tona, në përgjithësi kulturës tonë. Ju keni udhëtuar shumë me këngën, me vallet ulqinake. Cili është ai kujtim, ai moment që ju pikat juve në mendjen e juj? Po shika, unë mund të tham një gjatë tjetër për lidhur me këtë pyetjen e juj. Mu muzika, fizarmonika, mi ka havit tanat mirat, përveç Zotit madh, si thot, mi ka havit tanat mirat ti kësaj dërnja. E para talentin, mbas muzikës, instrumentit tem, kam kriju shoqni, kam fitu edhe respekt, shumë kam shetrit bot, kam pa shumë kultura tjera, shoqni tjerë, shok tjerë, kam njoftu shumë njerës, edhe kompozitore, edhe kantarë të nërshëm, kam pas rase me përcjellere, kantarë që janë sot edhe mega star që janë në të kantarëve ma të njoftu një trojeve tona. Ashtu që janë shumë momente, njëru të është nuk bëhet me përcaktu të banë cila është momenti. Momenti maj mirë ishtë ma i gëzumuni i një instrumentalistis ose një këngëtarit, kur e ka një përkrahje publikut të madh, unë me fat kam pas gjithmonë që kam pas një përkrahje të madh, edhe ka në publiku, ndoshta edhe ja kam qilu edhe zhanrit, edhe ndoshta i kam përcjell ata kanë që ndoshta publiku i ka dash mas tepër. Zor njeru t'i vejnë pik dikejt, por sidomos gjaja që të metën ma tepër janë udhëtimet, se unë kam udhëtu shumë me shoqata kulturatistike, me grupë muzikor temin, ashtu që mund të thëmë jem shumë i gëzumun edhe jem shumë i knaqun me tana që kam ba deri tash. Edhe normalisht do të vazhdoj ma gjatë deri sa t'jem të ma i shnedje. Cili ishte grupi jut i parë që ti fillove të merresh me muzikë? Grupi jemi i parë ishte shumë heret, mas që kam fillu si djelash 13-14 vjeç, diket me 16 vjeç kam kriju grupin, kena qenë 3 antarë të grupit, që unë sa të përbed me një respekt mava, është i ndjeri Safet Mani, unë mund të thëmë se me te kena fillu bashka, i ka qenë një këngëtar që përveç si njeri i mirë, por ka qenë një këngëtar i veçantë që menaj se mas të mi dhënat kërkosh, por këngëtar që ka qenë Safet Mani, Alan nuk ka dalë në qenë. Menaj edhe kam kujtime shumë të mëdha. I dyti person që kam fillu ka qenë në vllai Safetit, Fatmir Mani, a është gjallë, a i vazhdo një sej me aktivitete muzike, edhe besëden në grupi ka artë të përforcue, të banë rëshime, të egzistu, të evolu, faktikisht të evolu në gjanat, si thot, që ka ishtë lidhje me tradit tonë edhe me zakonet tonë. Si e shihni rinia, kajnë atë entuziazmin për të krijuar grupe, sepse pa tjetër talente ka ende, por e shihni që kajnë vullnet për të ecur në këtë rrugë? Unë e thaqa dhe ma për para, unë e shaf një pozitivitet në qenë rinia, se unë jam bab 4 fëmish, kam 2 djenë, 2 varza, që të tanë e kultivojnë edhe kanë qef, po një qef në shoqni ti edhe në shoqni në festa dhe në gëzime familjare, shaf se ka interesit madh.
Por, adisi, une jam ndoshta paksa dhe skeptik në të mënyrë se ndoshta kajnë zora, çka është nuk mund të definoj tamam që të marrë një hap paksa një guxim që të krijon diçka, të fillojnë për diket. Të formojnë një grup, ishtë sakrificë, se janë shumë antarë, janë menet të ndryshme, por aty formula që të ekzistojnë një grupe që të ketë një sukses, është vetëm toleranca. Me që një rëtë tolerancë, se ta nuk jena njësej, disë kushe me nënë ndrysh, muzika është gja haptë, që ka varianta shumë, nuk ishtë që i mërë vëllan një këta është një kështu ka buba dhe pikë. A i si e përjeton arti, e ishtë artë, e përjeton njëru, normalisht mas medalli ashtë esencës asaj thelbit muzikës, por unë e shafë se Ulqini ka, por duhet paksa ma guxim munis në asaj punë, se unë ta qërë ma për para. Edhe si ekonomisht, edhe si artist, nuk ka punë ma të bukur, në tharë që prep me leja dhe njëherë prep kësaj punë me kishe vazhdu. Tanë të mirët i kësaj botu në mes fizarmonikës e në kangës e shoqnisë unë i kam përjetu. Ju njiheni edhe një ndër më të mirët dhe më të shquarit këtu për fizarmonik në Ulqen, sepse keni filluar që në moshë të re dhe vazhdoni ende të merreni me muzikë dhe me fizarmonik. Por ne sonte jo rastësisht erdhëm për të parë provat generale që ju po bëni sonte. Si vijon kjo? Përgatiteni shpesh apo a keni edhe për qef këtë ushtrim apo edhe këtë përgatitje? Janë shtosh, si thatë edhe ju, na funksionon me para gja për t'jesh një muzikant i sukseshëm, t'i arrish një, si me të thanë, si të përsos, ose që të mbun vetë-vedin, ashe e para gja dëshnien ndaj muzikës. Aja ishte para gja, njëru së mund me thanë, ba muzikant pëse pa shkoj me fitu pare ose për tjenë, aja ishte mënyrë gabushme. Muzika është në shpirt, është motivim edhe e dyta gja puna. Une punoj me njajtin intensitet që kam qenë para 30 vjetëve, ndoshta edhe ma tepër, se si tha që ma për para kam qenë gjanat mi përsos sa ma mirë, gabimet mi paku i kam pas gabimet e që tjetë si për para. Je vetëm puna vedit, por puna nesër më burret e në dikur se në qimë ka një farë orkesit ose ka dhe kantar, si kena mujtë gjithmonë më burë deri tesh, thëmë se duhet punë, une motivin për punë e kam njajtin si para 20-30 vjetëve, edhe për të bash diçka, të krijosh një koncert ose një thjesht duhet pregaditje për kërgja, unë regullisht bëm prova, normalisht që provat nuk vjen me zorë, pa vjen me qef. Na kena periodin kur bëm provat, është periodi kur s'ka aktivitete fart, as gëzime familjare, as koncertate, atër e shfryzojmë atë rastin që të bëm prova, më lidhena, aty shoqënohena, aty tanë krijon, edhe mëse kur fillojnë aktivitetet muzikës, atër provat janë ma të ralla, vetëm e bëm një provë, 2, por varet se sa kena kohë që t'jena për koncert. Zakonisht, me fjalë tjera, kur fillon aktivitetet muzikor, ne jena edhe në prova, edhe në muzikë jena, në tanë kohën jena aktiv. E një periull që ishtë, që s'ka aktivitete, atëre e shfryzojmë që t'jena vetëm në prova. Edhe gjerim repertoarin i ri edhe freskon me... Gjatë bisedës shumë herë mi përmendët edhe dasmat ulqinake. Ju pa tjetër jeni edhe shumë aktiv në dasmat ulqinake, sepse jeni njëri ndër ata që shumë mirë i dini edhe repertuarin ulqinake dhe e dini se çfarë dojnë dasmat ulqinake më së miri. Sa jeni aktiv edhe sa ju thrasin në këto dasma? Kështu, jashtë si instrumentalist ose si muzikant ose artist, që ata që të thush, gjithmonë një anëra është me shku ndarësëm. Ku kam qenë ma i rje, kam pas si anër pasion për me shku ndarësëm, dhe që gjaja ma bukur. Por, me kohë fillen me po. Unë e sat për sat jam aktiv edhe në darsma, por nuk i kam fartë, nuk jam i preokupuar shumë me darsma, se darsma është diçka tjetër, atë që ka ke qef ti me ba, po thomi si nërtë, me artë. Darsëm jenë, do shtë i obligumur
këndojsh edhe kanë që ndoshta edhe nuk janë trojeve tona, ose nuk më flenë mu, ose nuk më flenë një kantarit, atëherë është si me thanë komerciale ma tepër. Une atë me karierë teme jam shumë i ngjirë, kam pas shumë darsma të mëdha, nuk pa numër. Dash në 100, dash jashtë 100, shumë. Tash nuk jam fort i interesuar njaq të jem në të drejtim, me gjithë që thash nuk shkan publiku, ai që publik që ka qef me një gjurë repertoarin të grupit tëm edhe temin, a ishtë okej, si thot shkoja nuk ashtë asë fërë problem. Por t'jenë darsma të mëdha që janë, që i kanë tash ka i hyjë edhe kanë tjera edhe ndoshta nuk i kam fort edhe në shpirt ose në zemër, aja je obliguar ti interpretosh ata. Aja nuk më çon mua një farë kënaqësie të madhe, se unë kam kaluar gjë, por nuk i thom ja, merrën vesh, ai është normalisht që kur e punon këtë punë, dhe të punojsh, por nuk jam fort i preokupuar me gjë. Ma tepër mi preokupuar ti jem prezent, po thonë, dhe një festival, dhe një koncert, ose dhe një party, ose dhe një gëzim familjar që e di repertoarin temire që ka qefat repertoarin tradicional minigju, tradicional gjinak. Ashtu që unë ma tepër i kultivoj, nuk i daj kant, ishtë vetëm mund me qenë kana keqe ose kana mirë, por kja kana tjenë një kanë edhe i trojeve tjere që është kvalitet unë adhuroj. Pa marë parasysh, është Shqipërisë mesme, është Jugut, është Shkodrës Ulqinit, atë po. Dhe i sa kanë që janë, po thomi, sa të përnese, komerciale, nuk janë fort adhurusi atyre kanëve, por koha bënd vetën edhe të shnjërë nuk mundet t'i kundërshtojnë e saj punë, shtu që unë jam i drejtuar ma tepër të vetëm në këtë festivale, koncerte edhe gëzime familjar që kanë njerëz, po thomi, që kultivojnë kanën tradicionale të qinaket to.